pra pas certifikimit të zgjedhjeve dhe sigurisht pra mbetet për t'u parë edhe për postin e presidentit apo presidentes të cilën varet çka do të propozoj partia që mori më së shumti vota në zgjedhjet e fundit. Pra po flas për vetëvendosjen e gjitha kjo dhe shumë të tjera do të flasim me të ftuarit tanë, të cilët i kam tashmë përmes një të drejtë për drejtë, Ismet Krasniqi dhe Visar Dili. Mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën Arta. Visar, po e nisim pra zbashku këtë çështjen e certifikimit të zgjedhjeve. Si realisht sot më mendoj dje ishte një mbledhje dhe sot vetë tashmë është rregulluar kjo çështja. Si shihet pas kaq kohësh? Shiko, në sytë e mi kemi biseduar më duket edhe një herë bashkë, pikës pari kërkoj falje për zonin se më ka kap një grip. I zakonshëm këto ditë, Visar. E kemi diskutuar edhe një herë bashkë edhe e din pak a shumë mendimin tem. Unë për veti kam deklaruar edhe në kohë, do me thonë edhe sot, që duke fillu nga rinumërimi në tërë Kosovën ishte i panevojshëm, ishte komplet lojë politike orkestruar nga Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosit, duke marrë parasysh fuqinë e tyne brenda KQZ-s dhe votave brenda KQZ-s. E gjitha kjo ishte vetëm për ta shtyr certifikimin e zgjedhjeve, sepse në horizont nuk shihej kurse si një zgjedhje reale sa i përket presidentit ose presidentes së ardhshme të vendit. Nuk besoj që dhe sot e kemi një zgjedhje reale, sepse po të ishte e tillë ndoshta certifikimi do të përfundonte më herët. Një lajm i mirë është që lëvizja vetëvendosje dje votuan pro certifikimit të zgjedhjeve të listës serbe, pra një farë forme njëna pjesë e blokadës u largu, po tash do të kemi blokadën e re, me cila ka të bëjë me presidentin ose presidenten, sepse konstituimi i kuvendit dhe votimi i qeverisë nuk besoj që do të jenë problem, pasi që lëvizja vetëvendosje si e vetme i ka 57 deputet, shto këto minoritetet të cilat i bashkohen lëvizjes vetëvendosje, minimalisht lëvizja vetëvendosje mund të shkoj me 63 deputet. 63 deputet nuk janë problematik për ta zgjedh çështjen e kryeparlamentarit dhe qeverisë. Por problematika kryesore tashmë mbetet zgjedhja e presidentit dhe presidentes së ardhshme, gjithmonë duke marrë parasysh themi dëshirën e zonjës Osmani për të rikandiduar dhe për një post, pastaj edhe premtimet politike të cilat zoti Kurti i ka dhënë në të dy taboret, sikurse tek Lumiri dhe te Vjosa Osmani, dhe kjo do t'i prish punë tashmë zotit Kurtin në matematikat e tij politike, sepse të dyja palët presin që të zgjedhen si president të ardhshëm të Republikës së Kosovës. Po. Dhe Ismet të se besim të kjo, pra certifikimi i zgjedhjeve dje, por sigurisht edhe rinumërimi, po të thot Visari që ka qenë panevojshëm, a e konsideron edhe të njësoj? Shikoni përbes çështjet e KQZ-s janë çështje procedurale, kështu mund të themi, ndoshta ka qenë i panevojshëm në sensin që na ka humbë kohë goxha gjatë, por me që kishim një ndryshim aq të madh votave në disa prej qyteteve. Unë mendoj që ato qytete janë dashur të shkojnë në rinumërim për hir të transparencës dhe kandidimit të atyre personave. Ndoshta pajtohem që jo në të gjithë Kosovën, në të gjithë Kosovën ka qenë e panevojshme, sepse margjina e gabimit ka qenë e vogël dhe ka qytete ku edhe pse janë rinumëruar ka dalur se nuk do të ndryshonte rezultati as për kandidatët për deputet, por as për partitë politike. Kështu që në të gjithë Kosovën pajtuem që ka qenë krejtësisht i panevojshëm dhe kështu një lojë orkestruar nga lëvizja vetëvendosje për shkak të çështjes së presidentit. E mira e së mirës do të ishte ndoshta që presidentin ta kemi ose nga partitë opozitare ose të paktën të jetë neutral politik, në mënyrë që të bëhet ky balancimi i pushteteve, ashtu siç mendohet edhe me demokraci dhe ashtu siç i takon edhe vetë rolit të presidentit. Zotri Kurti, siç duket, ka qenë në kontakt me presidentin aktuale Vjosa Osmani, në mënyrë që t'i siguroj që deputetët e lëvizjes vetëvendosje të qëndrojnë në sallë dhe të votojnë për të, por normalisht që presidenti aktuali, votat e tjera si duket, po tenton të i fitoj vetë, siç e kemi parë edhe në takim me partitë opozitare kohëve të fundit.
Po, dhe nëse flasim për këtë çështje po thu, Ismet që presidenti do të ishte më mirë që të vinte një propozim nga partitë opozitare. Pse? Pa dyshim që po, për shkak se vetë balancimi i pushteteve dhe vetë ndarja e pushteteve në postet kryeministër, president dhe pozitat e tjera udhëheqëse, kanë për qëllim të balancojnë pushtetin. Pra, e mira se mirës do të ishte me që do të kemi kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit nga një parti e vetme, presidenti të propozoj nga opozita ose të paktën minimumit të ishte neutral politik, si që dim të gjithë presidentet para prakte edhe përflirë këtu edhe zonjën Vjosa Osmani ka qenë e kandiduar ose të paktën ka qenë angazhuar politikisht në një parti politike aktivisht, jo se kanë një të keqe, por gjithsesi unë po flas thjesht për hir të pozitës dhe rolit që mbar presidenca në vetvete, kurse tash mendoj që me që një parti në Kosovë kemi një realitet ku një parti në Kosovë ka mbi 50% të votave, e rrugës do të ishte që kjo parti të pranonte një propozim nga opozita dhe ta votonte për president në mënyrë që të dëshmoj se përmban vlera demokratike në vetvete. Po, dhe Visar si mendon ti, ai pajtimi që ndoshta do të ishte më rrugës që presidenti të vinte nga radhët opozitare, ndoshta edhe për të bërë ky balancimi që po thot Ismeti konkretisht pra për çështjet e posteve dhe pushtetit. Situatat e fundit, sidomos pjesa e zgjedhjeve të datës 28 dhjetor, ose themi më mirë vendimi për caktimin e datës të zgjedhjeve të fundit, e dëshmoj që roli i presidentit të Kosovës nuk është aq i thjeshtë sa paraqitet në publik. Dhe në këtë kontekst, një president i cili do të vinte nga opozita nuk besoj që do të ishte unifikues dhe do të ndihmonte demokracisë. Por dallim nga Ismeti, unë besoj që presidenti ose presidenti i ardhshëm duhet të vijë komplet nga shoqëria civile, një person apolitik, po themi apolitik në kontekstin që nuk gëzon libresë partijake dhe nuk është publikisht i hapur për të përkrahur ndonjë parti politike, po besoj që do të ishte një zgjidhje më reale në situatën ku jemi. E për mua personalisht zgjedhja më e mirë do të ishte sikur partitë politike të uleshin, të arrinin një konsensus bashkarisht, të votonin ndryshim ligjin ose projekt ligjin për zgjedhjen e presidentit, të kalonte nga kuvendi tek sovrani, e pastaj ne vetë të kishim mundësinë të zgjedhnim presidentet e ardhshëm të Republikës së Kosovës. Kjo praktikë e cila e mban themi qeverinë, kuvendin në hijen e një presidenti, cili sot mund të jetë dhe nesër mos mund të jetë, e kemi rastin edhe me zotin Thaçi, i cili në krye të detyrës është dashur të dorëzoj detyrën dhe vendi të shkojë në zgjedhje, tregon qartazi që ne duhet të ndryshojmë automatikisht këtë farë lloj votimi dhe zgjedhje të presidentit. Nëse arrim ta bëjmë këtë, do të jetë gjithmonë më mirë sepse do kemi pak më shumë kandidatura, po besoj të kemi më shumë individ të cilët vijnë nga shoqëria civile dhe jo partitë politike, por nuk besoj që një president i zgjedhur nga opozita do të mund të bënte një balancë demokratike, sepse qytetari tashmë e ka dëshmuar që lëvizja e vetvendosje është ajo që duhet të udhëheqë me vendimet kryesore të Republikës së Kosovës. Një ndër to është edhe zgjedhja e presidentit ose presidentes së ardhshme të Republikës së Kosovës. Po, por sot do ta lejonte ndoshta nëse qëndrojmë Ismet tek kjo sot do ta lejonte Kurti që të bëjë një propozim nga opozita sa i përket çështjes së presidentit, sepse e dim që është goxha i prerë në këto qëndrime. Po, realisht unë po flisja për disa nga skenarët ndoshta reale, se më të mundshëm që mund ndodhin, pajtoj që është goxha problematike që zotëri Kurti si politikan ndoshta të themi kështu të shejpen në çështjen e presidentit, por gjithsesi aq më pak e shoh që zotëri Kurti ta pranoj një kandidim nga shoqëria civile, edhe për faktin se gjatë qeverisjes së tij shoqëria civile ka qenë në xhum. Kemi 3 vjet ose 3 vjet e gjysmë që nuk ka hapje
të projekteve ose thirrje të projekteve nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe zotëri Kurti absolutisht e ka dëshmuar që nuk është se ka bërë diçka për shoqërinë civile në Kosovë gjatë këtyre viteve. Edhe takimet kur i ka pasur të shkurta, nuk i ka lëvizur ato mekanizmat për përfaqësimin e shoqërisë civile dhe të institucionalizojë një formë rolin e tyre në shtetin e Kosovës. Pajtoj që një shumicë e madhe ka votuar lëvizjen vetëvendosje që të udhëheqë me vendin, por jo edhe për presidentin, sepse populli i Kosovës, 49% të tjera ka votuar partitë e tjera opozitare, dhe nuk duhet harruar se edhe 49% tjetër nuk është i vogël dhe përfaqëson diçka. Përfaqëson zërin e qytetarëve të pakënaqur me zotëri Kurtin, pavarësisht se cilat parti i kanë votuar ato. Kështu që Pra ekziston kjo mundësia, a ekziston kjo mundësia unifikimit të opozitës, Ismet? Sepse unë besoj që po, se do të ishte madje, unë besoj që do të ishte në të mirë dhe të vetë opozitës nëse mendojnë ballafaqimin realisht me zotrin Kurti në zgjedhjet e ardhshme. Pa dyshim që nuk përjashtohet mundësia që vendi të shkojë në zgjedhje përsëri. Unë nuk e përjashtoj si mundësi akoma, për shkak se në pikpamjen time zotri Kurti her pas here më është dukur që nuk është se ka fort interesim që të zgjidh kështu urgjentisht çështjen e presidentit. Ndoshta besoj se në zgjedhjet e ardhshme do të kishte një rezultat akoma më të mirë ose më të madh, le të themi, në përqindje, por për tani unë vlerësoj se qytetarët e Kosovës nuk e kanë votuar zotrin Kurti që të zgjedhë edhe presidentin, sepse po të ishte ashtu lëvizja vetëvendosje do të kishte 81 vota, 81 deputet dhe rrjedhimisht 81 vota në Kuvendin e Republikës Kosovës. Në anën tjetër ekziston edhe një skenar tjetër ku vetë zotri Kurti kështu le të themi e gjen një kandidat të pavarur ose që nuk ka qenë me librezë partijake të paktën, sepse mendim politik do të kenë dhe mirë që kanë të gjithë, por ekziston edhe ky skenari ku zotri Kurti mund të zgjidhë dikë pa librezë partijake dhe të propozoj për president, por nuk e di si do të ndikonte ose si janë dakorduar edhe me vetë presidentin Osmani, sepse në përgjigjet e tij të paktën publike ishte përgjigjur në atë kohë që pas zgjedhjeve, pas certifikimit të rezultateve, së pari çështjen e presidentit do ta diskutoj me vetë zonjën Osmani. Mos harrojmë që edhe vetë zonja Osmani, edhe pse ka ardhur nga një background partijak, le të themi kështu, ka qenë goxha e suksesshme në pikpamjen time gjatë udhëheqjes së saj në presidencë, pavarësisht se kam kritike edhe personalisht në raport se si ndonjëherë ka qenë më afërt me pushtetin se sa me partitë e tjera, sepse presidenca duhet mbaj padyshim rol neutral, për kur jeni në pozita të tilla dhe vije prap procesi i rikandidimit tuaj në pikpyetje, unë besoj që secili politikan në momentet të caktuara bën kalkulime politike të cilat nuk janë të dëmshme për vendin. Dhe përderisa nuk i bëjnë dëm vendit në arenën ndërkombëtare, unë besoj se janë moralisht të pranuara të paktën në shoqërinë tonë. Po, Visar, sa qëndron realisht kjo mundësia që të kemi një unifikim të opozitës, paktën sa i përket postit të presidentit, apo edhe një farforma është zgjidhja e duhur, siç po e përmend edhe Ismeti do marr parasysh pa përqindjen e të gjitha partive bashk, për t'ju kundërvënë në një farforme Kurtit? Nëse masim me përqindje se sa është përqindja që partitë opozitare të unifikohen në rreth një çështje, e kanë dëshmu këtë në 5 vjeçarin e fundit që është -0. Minus 0 po thu? Po, patjetër, nuk besoj. Se s'ka shansë me u bë fare. Nuk besoj fare, po çfarë më ato kanë probleme të mëdha e para brenda partive të veta, e pastaj edhe në raport me njëna tjetrën. Sikur ato të ishin më të unifikuara dhe të dinin të bënin pak më mirë politikë, sot Kurti nuk do të gëzonte 51% të votave të qytetarëve të Republikës Kosovës, qofshin ato me diasporën ose pa diasporën. E kemi thënë këtë dhe kemi diskutuar dhe analizuar qindra herë arta edhe në për studiot e tjera televizive. Partitë politike opozitare kanë hallin se cila prej tyne ta marrë rolin e presidentit dhe jo, si të bashkuara ta paraqesin një emën në pak më unifikuesi, cili në fund mund edhe të zgjidhej si president. Po du mu lidh të pjesa e
49% që përmendi Ismeti, mos harrojmë që partitë opozitare kanë garu të vetme. Nuk e kemi pas një garë opozit vetëvendosje ose opozit ish pushtet, por kanë garu partitë politike se cila vetë me ato plan programe të breshta të cilat i kanë pas, dhe kjo nuk mund të themi që rezulton me një përqindje të madhe të qytetarëve që janë kundër ose kundër politikave të Albin Kurtit dhe nuk ja kanë dhënë të drejtën që ai të zgjedh presidentin ose presidenten e re. Po. Në momentin e parë, sikurse edhe me 2% më shumë se nga partia e parë të ishte nga partia e dytë të ishte lëvizja vetëvendosje, atëherë themi detyra për të zgjedhur presidentin ose presidenten e re të vendit, spari do të i vihej lëvizjes vetëvendosje si parti e parë e pastaj edhe partive të tjera. Unë po uroj që jo vetëm opozita, po i gjithë spektri politik i Kosovës të arrijnë të jenë themi në një mendje për zgjedhjen e një presidenti ose një presidentje, sepse kjo do t'i bënte mirë Kosovës, të shmangeshin zgjedhjet e reja, dhe unë po besoj që zgjedhjet e reja në një blokadë e cila do të vije kryekpot nga opozita, nuk besoj që do të ishte në favor të opozitës, sepse këtë e kanë dëshmuar dhe zgjedhjet e fundit. Përsëri, ishte apo nuk ishte diaspora këto, Zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje parashihej të ishin të parët në zgjedhje. Me keqja e punës është që arriti të fitoj 50% ose mbi 50% të votave, sepse po të arrinte të fitonte më pak, unë po besoj që Zoti Kurti në raport me opozitën do të ishte pak më i ndjeshëm, do të lëshonte pak më shumë pe, dhe në këtë formë do të kishim edhe një koalicion që ndoshta do të mund të zgjidhte edhe presidentin pa problem. Po në këtë formë, duke i marrë 50% të votave, koha ka dëshmuar që Zoti Kurti, jo vetëm në raport me shoqërinë civile, pas me partitë opozitare dhe as me aspektin ndërkombëtar, është i padëgjueshëm dhe nuk është bashkëpunues. Dhe duke mos qenë bashkëpunues, patjetër që ne do të kalojmë në për kriza të mëdha politike, e që ndoshta njëra krize arshme do të jetë edhe kjo që tha Ismeti më herët, puna e presidentit e cila do të na çojë përsëri në zgjedhje. Po, dhe nëse flasim pak të partit para se me kalu tek bashkëpunimi, dua të filloj me Ismetin për këtë çështjen. Çka mendon Ismet për kryesimin e partive politike? Pra po flas për LDK-n, Lumiri që sërish zgjedhet si i pari i kësaj partije, sa mund të ekzistojnë mundësit, pra sepse është kërkuar një reformim tek partitë politike, dhe sa po punojnë partitë në këtë aspekt? Po fillimisht unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka dëshmuar veten si një prej partive më demokratike në vend, ashta, me atë kuvendin që e mbajti, vazhdimisht e ka dëshmuar këtë, jo vetëm këtë vit. Kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës në fakt thjesht vendosi që ta mbajë zotrin Abdigjiku deri në zgjedhjet e ardhshme të brendshme të LDK-s. Kështu që zgjedhjet e ardhshme i bie që LDK-ja t'i ketë vitin e ardhshëm, dhe vitin e ardhshëm mund të zgjedhin kryetarin e ri, por për momentin nuk është se i kanë dhënë mandat të ri 4 vjeçar. Pra thjesht e pranuan kuvendin, ta mbajnë atë kuvend dhe mos pranojnë ndërheqjen e zotrit Abdigjiku. Edhe pse unë nuk e di se cili lider në botë kërkon ndërheqjen nga kuvendi i partisë së tij, pra ju ose jep një ose nuk jep një ndërheqje, por gjithsesi dua ta respektoj në plotësi kështu vendimin e kuvendit të LDK-s, me që ata pyeten edhe për këtë çështje, dhe në zgjedhjet e ardhshme të LDK-s të shohim se a do të rikandidoj përsëri zotri Abdigjiku, nëse po, a do të ketë kundër kandidat të tjerë të pakënaqur brenda partisë, dhe të shohim në fund se kush do të jetë lideri i ri, apo do të vazhdojmë prapë me zotrin Abdigjiku. Kryesia e re e LDK-s, le të themi, në zgjedhjet paraprake kishte një ngritje dukshëm më të mirë se sa në zgjedhjet kur humbi dhe ra në 13%, por fatkeqësisht kalkulimet e gabuara prapë e vendosën LDK-n në 13%, kurse sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës,
tashmë në zgjedhje pas zgjedhje është dëshmuar se si parti është problem që ta vendosni nër 20%. Pra ata vazhdimisht edhe në kohët e tyra më të vështira, kështu le të themi, nuk është se kanë qenë në 20% ose larg 20%-shit, dhe besoj që ka një elektorat goxha të besueshëm dhe kështu konstant votues të tyre. Prandaj mendoj që edhe kalkulimi i zotërit Kurti ishte që gjatë gjithë kohës ta ftonte Lidhjen Demokratike në koalicion, sepse ai e dinte mirë që po të bie Lidhja Demokratike e Kosovës, ngritet lëvizja vetëvendosje elektoralisht, sepse kjo u dëshmua edhe në zgjedhjet e fundit. Në momentin kur ne kemi rënje të votave në Lidhjen Demokratike të Kosovës, atëherë kemi ngritje në lëvizjen vetëvendosje, dhe unë besoj që zotëri Kurti e di mirë që koalicioni me LDK-n do t'i konvenonte më së shumti lëvizjes vetëvendosje, sepse e ka më të lehtë elektorati i LDK-s të paktën e ka më të lehtë ta votoj lëvizjen vetëvendosje se sa Partinë Demokratike të Kosovës, dhe insistimi i zotërit Kurti besoj për këtë qëllim ka qenë që ftesën për koalicion ta ketë vetëm kundrejt Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj nuk ftonte asnjëra nga partitë e tjera opozitore që të bëheshin bashkë në koalicion, sepse ai e dinte mirë që qoftë koalicioni me AK-n, qoftë koalicioni me Partinë Demokratike, nuk do t'i konvenonte elektoralisht, sepse këto dy parti e kanë një bazë të qëndrueshme elektorale që nuk lëviz shumë nga partia në parti. Kurse kjo Lidhjes Demokratike po dëshmohet vazhdimisht që nuk është vot besnike kështu, ndaj vetëm një subjekti politik, sepse brenda kaq pak muajsh kemi rënje dhe ngritje kaq të mëdha të votash, kjo dëshmon më së miri se elektorati po lëviz nga partia në parti, varësisht nga kalkulimet dhe vendimet politike. Partitë politike besoj se kanë bërë një gabim fatal për ta në momentin kur nuk e kanë votuar zotrin Glauk Njufca për kryeministër, sepse në këtë formë lëvizja vetëvendosje do të udhëheqte me një qeveri të pakicës, kështu le të themi, dhe do të ishte goxha shumë e kontrolluar nga votat e opozitës, pra do të kishim një diskutim më përmbajtësor dhe më të gjatë në ligjet dhe në propozimet që do të vinin nga lëvizja vetëvendosje në Kuvendin e Republikës Kosovës, sepse do të duheshin për disa çështje prej më të rëndësishmeve do t'i duheshin edhe votat e partive opozitare. Mendoj që ky gabim politik i ka kushtuar rënd opozitës dhe janë parë si bllokues, prandaj edhe pas zgjedhjeve të reja u dëshmua që elektorati në mas të madhe i jepi të drejt lëvizjes vetëvendosje dhe ndoshta ai lëshimi i momentit me zotrin Glauk Njufca i ka kushtuar më së rëndi partive politike, sepse po të votojë zotri Njufca për kryeministër dhe të kalonin disa procese goxha të rëndësishme për Kosovën, unë besoj që gjendja reale në elektoratin e partive të tjera do të ishte shumë ndryshe. Nuk e di nëse do ta ndryshonte ose do ta lëvizte vetëvendosjen prap nën 50% të votave, por gjithsesi besoj që do të ishte dukshëm më i ndryshëm, për shkak se ju do të kishit se çka të prezantonit para masës dhe para opinionit publik, duke treguar se keni qenë konstruktiv në kuvend dhe keni votuar zotrin Njufcën për kryeministër. Po, dhe pikërisht tek kjo, pra që po përmend ti Ismet, duhet besoj edhe visarin, pra a ndikoi kjo ndoshta që edhe çështja e bllokadës që i atribuoi pra shumica kjo çështja pra për disa ditë që mbetën peng i atribuoi, mund të them, gjitha opozitës në rezultatin zgjedhor. A ishte këtu ndoshta ai problemi ngërçi politik që mbeti tek edhe rezultati zgjedhor që pam pastaj? Një shkarta. Në të vërtetë në për studio televizive, në shumicën e rasteve jemi mundu ndoshta edhe me manipulu opinionin publik, duke tentu ta mbeshim fajin komplet televizja vetëvendosje, për shkak që e kemi pas si opcion dhe zgjidhje ta rrëzojmë elektoralisht lëvizjen vetëvendosje, duke marrë parasysh që kishim të bëjmë me një opozitë të përgjumur, një opozitë pa ide, një opozitë e cila nuk ishte as mish e as peshk për 10 muaj sa qëndroi edhe bllokada në vendin tonë.
Për dallim prej Ismetit, unë po besoj që gabimi i parë i opozitës është mos votimi i Albolina Haxhiut si kryeparlamentare e Republikës së Kosovës. Në momentin e parë që do të votojë Albolina Haxhiu për kryeparlamentare, zoti Kurti do të mbështeti për muri sepse koha e dëshmoi që ai nuk i kishte numrat për ta bërë qeverinë ose për ta votu qeverinë Kurti 2 ose 3 cila i bjen. Dhe pastaj vazhduan vendimet e gabuara politike me radhë. Pra, dikon 59 seanca shkuan për mos votimin e zonës Haxhiu, u ofruan emra të ri për kryeparlamentar, deri te emri Dimajl Bashës, duke tentuar që lëvizjen vetëvendosje ta paraqesin me nivelin e Dimajl Bashës në opinionin publik. E votuan zotrin Basha, pastaj erdhi edhe penalltia të cilën zoti Kurti ja vendosi opozitës për ta votuar Glaukonjufcën si deputet. Më falni, si kryeministër të arshëm të Republikës së Kosovës, nuk u bë kjo dhe paramendoj një çfarë penalltie ka pas opozita në dorë. Ata po ta votonin zotin Konjufca, të kalonin ligje të cilat ishin shumë të rëndësishme, të zhbllokoheshin mjetet nga Bashkimi Evropian, që me njëherë pas vitit të ri ata mund të argëzonin zotin Konjufca me një mosbesim, për shkak se prapë do të kishin numrat kundër lëvizjes vetëvendosje dhe vendi mund të shkonte në zgjedhje të reja pa pas frikën në partitë opozitare se diaspora është këto dhe duke pas mundësi t'i ofronin qytetarit të Republikës së Kosovës argumenta për themi bashkëpunim me zotin Kurti dhe qeverinë e Republikës së Kosovës dhe jo duke u paraqitur si destruktiv. Duke mos i shfrytzuar të gjitha këto opsione, ato u paraqiten si mos bashkëpunuese dhe destruktive. Qytetari i Republikës së Kosovës ja u dha dënimin përsëri sikurse në vitin 2021 dhe sot po e përsëris atë që thash më herët, nëse këto nuk arrin të jenë bashkëpunuese me zotin Kurti, edhe pse themi publikisht kanë deklaruar që do të jenë bashkëpunuese dhe janë pro një zgjidhje politike sa i përket presidentit ose presidentes së re. Nëse nuk e bojnë këtë, dënimi për to do të jetë edhe më i rëndë në zgjedhjet e ardhshme. Duke marrë parasysh edhe krizat e brendshme, për dallim nga Ismeti, unë për shembull të LDK-ja, besoj që LDK-ja jo vetëm për shkak të qasjes së saj në raport me lëvizjen vetëvendosje për gjatë muajve të kaluar për gjatë 10 muajve të kaluar të blokadës, unë po besoj që problemet e brendshme të lidhjes demokratike të Kosovës e kanë bë lidhjen demokratike të Kosovës të kaloj ose të bie kaq shumë në përqindjen e saj, sepse mos të arrish të gjesh vend për njerëz të cilët kanë qenë kontribues të mëdhenj të lidhjes demokratike të Kosovës ndër vite në listë për deputet, të lësh jashtë emra si Agim Veliu e disa emra të tjerë, kjo e dëshmon qartë që ato njerëz nuk janë të thjeshtë, ato njerëz e kanë një bazë elektorale, dhe baza tyre elektorale ose ka shku te PDK-ja, ose ka shku te vetëvendosja, ose nuk kanë votu fare. Dhe kjo pastaj ka qenë humbje vote për lidhjen demokratike të Kosovës, dhe duke humb vota te shumica e individëve të cilët nuk janë fut në listë, kjo pastaj ka qenë edhe problematika pse LDK-ja nuk ka arrit të marrë kaq shumë vota, sipas mendimit dhe analizës time. Po besoj që LDK-ja pikëpari duhet të zgjedhë problemet e brendshme, po përderisa të vijë momenti për të zgjedhur problemet e brendshme, ne pam edhe në kuvendin e fundit që zoti Abdigjiku nuk e gëzon një masë të madhe mbrapa vetes, pra rreth 49% ose 48% të themi pjesës së LDK-s ose këshillit të përgjithshëm të LDK-s nuk janë pro ti si kryetar, që ato të thotë që në zgjedhjet e ardhshme LDK-ja, nëse do të mbaheshin përsëri, rrezikon të humbas edhe më shumë votë dhe kjo pastaj t'i atributohet zotit Abdigjiku dhe në zgjedhjet e ardhshme të brendshme të kemi një kundërkandidat i cili mund edhe ta mposhtë Abdigjikun.
Prandaj zoti Abligjiku në këtë rast nëse ka themi qëllime më të mëdha politike, duhet t'i bashkohet në një koalicion lëvizjes vetëvendosje, në një formë ose tjetrën ta pështoj kokën e tij në politikën kosovare. Po, edhe për fund e kam nga një pyetje për të dy. Ismet, si mendon ti që do të qëndroj rezultati zëdor në rast se shkohet në zgjedhje? Sepse në rast se nuk bën votat për presidentën e që për çka Kurti ka thënë që është i hapur të shkohet sërish në zgjedhje, si mendon që do të qëndrojnë partitë politike? Realisht është goxha vështirë që të ndryshoj rezultatin në përqindje të mëdha në këtë realitet politik që gjendemi. Unë besoj që rezultati do të ndryshonte plus minus 4-5% varësisht prej skenareve në kuvend. Pra nëse lëvizja vetëvendosje do të arrinte të bënte kalkulimet sakt si që bëri herën e kaluar dhe të nxjerrë opozitën si dekonstruktive që nuk po duan të votojnë presidentin e ri apo presidentën e re dhe po dojnë vetë shkojnë zgjedhje, do të arrijë prapë rezultatin që ka tani. Ndonë se do t'jetë goxha më e vështirë pa prezencën e një pjesë të madhe të mërgatës në Kosovë, por unë besoj që rezultati i zgjedhjeve të ardhshme nëse kemi, do të varet shumë nga skenarët që ndodhin në kuvendin e Republikës Kosovës, sepse qytetarët e kanë dëshmuar që jemi lodhur nga zgjedhjet dhe nuk është se ka një dëshirë të madhe kështu edhe nga vetë elektorati i Kosovës që të shkojmë prapë në zgjedhje, kështu që varësisht prej skenarëve që ndodhin në kuvend, besoj që do të jetë edhe rezultati i ardhshëm. Unë me ditë kështu që propozohet presidenti për shoqërisë civile, kishim qelë një organizatë tret bashkë qitash edhe ishim mundu me bëhet diçka, po vështirë që ndodh. Unë ti s'me kem problem. Unë ti s'me kem problem se nuk besoj se kishu marrë votat. Ismet e ki plan me qila jo që kështu. Po varësisht prej nevojave orta, e kom bisedu pak me juve, tash varësisht prej nevojave në vend, qelen edhe organizatat që qeveritare. Pa tjetër. Visar dua dhe një mendim tëndin për fund në rast të shkohet në zgjedhje si qëndron rezultati. Qka, paka shumë jam i njëjtit mendim me Ismetin, qytetarët tashmë janë të lodhur nga zgjedhjet. Viti i kaluar ishte vit zgjedhor, 2 herë zgjedhje qendrore, zgjedhje lokale plus balotazhi. Nuk besoj që një palë zgjedhje të reja do të ishin në favor të njërës ose tjetrës parti, por çka është më rëndësishme është që unë po besoj që në këto zgjedhje të ardhshme do të kishim një numër më të vogël të qytetarëve të cilët do të dilnin në zgjedhje dhe që do të ishte kryekput në favor të lëvizjes vetëvendosje. Duhet mi pas skenarë të cilët zhvillohen tash në Parlamentin e Republikës Kosovës, duhet t'i shohim paraqitjet publike të partive opozitare dhe lëvizjes vetëvendosje, dhe në bazë të kësaj edhe do të arrijmë ta komentojmë pak a shumë dhe të shohim pak a shumë se cila parti është pro zgjidhjes dhe cilat janë kundër një zgjidhje të themi të shpejt sa i përket presidentit ose presidentes. Por duke i marrë parasysh ato që i thash më parë, nuk besoj që opozita ka guxim të shkojë përsëri në zgjedhje, sidomos duke shku si bllokuese dhe mos ofruese të zgjidhjes presidentit ose presidentes. Po. Dhe me kaq se po përfundojmë edhe këtë pjesë të intervistës, ju falenderoj shumë të dyve që ishit me ne përmes lidhje direkte. Faleminderit.